O që më jep një përgjigje, a I takon një studenti apo studente zeqati? Parimisht themi zeqati takon një studenti cili është I varfër në parim. Nëse ka kushtet shumë të mira, jo, nuk ban me marrë zeqatin, ban shumë mira, por na e dim paka shumë studentët, qoftë mrena vende, qoftë jashtë vende që studiojnë, nuk është që I kanë kushtet të kënaqshme. Andaj themi në parim me izin të Allahut Azza wa Jall, studentave ju lejohet me marrë me adhon zeqatin. Thash në parim, por nëse ai e marr ai studenti ose studentja shkon edhe mbledh telefona me 1.500 euro edhe ban luk se shkon han darka, nuk han thjesht po shkon në restoranta, atëherë këtu është pikpyetje. Kështu që po themi, nëse një student ka nevojë, jepjani. Nëse s'ka nevojë, mos japni. As mos ta pranon ai student atë zeqat.